Policia e Kosovës në një aksion të gjerë ka asistuar në mbylljen e përkohshme të disa institucioneve paralele të Serbisë në komunën e Shtërpcës dhe në atë të Leposaviqit. Që në orët e hershme të mëngjesit, puna jo ndal kompanisë së ujësjellësit dhe mbeturinave Novo Javno Preduzeqe që operonte ilegalisht në komunën e Shtërpcës. Policia e Kosovës, pas kërkesës së pranuar nga Ministria e Ekonomisë dhe Ambientit dhe në koordinim me institucionet përkatëse, ka asistuar sot në inspektimin dhe mbylljen e një institucioni paralel të Serbisë, i cili ka operuar në komunën e Shtërpcës, saktësisht të kompanisë së ujësjellësit dhe mbeturinave, e cila ka funksionuar në jurisdiksionin e Serbisë. Policia e Kosovës me njësitë relevante policore dhe në koordinim me autoritetet përkatëse, do të ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme hetimore në raport me aktivitetin e jashtëligjshëm të kësaj ndërmarrjeje. Ministrja në detyre e ekonomisë Artane Rizvanolli, përmes një postimi në Facebook, theksoi se institucionet paralele që veprojnë në direktiva të Beogradit nuk kanë vend në territorin e Kosovës. Asnjë paralelizëm i institucioneve tona e nën direktivat e Beogradit brenda territorit të vendit tonë nuk do të funksionojë në asnjë formë. Ministria e Ekonomisë sipas mandatit dhe mekanizmave të saj është në shërbim të gjithë qytetarëve pa dallim dhe në mbar territorin e Republikës së Kosovës. Në këtë drejtim do të punojmë në vazhdimsi dhe pa u ndalur. Derisa zyrtarët e inspektoratit të tregut vun letrat në dyer me lajmërimin për ndërprerje të përkohshme të veprimtarisë, i pranishëm ishte edhe kryetari i komunës së Shtërpcës Dalibor Jevtić. Ai tha se ky aksion bëhet për qëllime politike. Këtu janë për zgjidhjen e tërë kësaj situate dhe të siguroj përgjigje në pyetjet që kam. Se pari për vendimin për të futur në objekt nëse nuk kanë urdhër nga instanca gjyqësore dhe pse komuna e Shtërpcës si autoritet qeverisës nuk është njoftuar për aksionin. Qëndrimi im është se kjo është çështje politike dhe se dikush mori vendim politik që të zhvillohet ky aksion. Me që ky nuk është kurfar sekreti se kjo ndërmarrje ka punuar për shumë vjet dhe ne jemi përpjekur që nëpërmjet procedurave ligjore të Kosovës ta sigurojmë licencën. Asistim për mbylljen e institucioneve paralele, Policia e Kosovës ka kryer edhe në komunën e Leposaviqit. Si kryetari i komunës së Leposaviqit bashkë me ekipin tim jemi të angazhuar që të gjitha asetet tona të jenë në shfrytëzim të institucioneve të Republikës së Kosovës dhe si të tilla të ofrojmë shërbime për të gjithë qytetarët pa dallim. Falenderoj Policinë e Kosovës për asistimin dhe punën e tyre me qëllim të ofrimit të rendit, sigurisë dhe garantimit të respektimit të ligjeve të Republikës së Kosovës. Për mbylljen e institucioneve paralele ka reaguar edhe zyra për Kosovën në qeverinë e Serbisë. Në njoftim thuhet se autoritetet e Kosovës në mënyrë të kundërligjshme po mbyllin institucionet e pakta serbe që kanë mbetur në Kosovë. E lista serbe, partia më e madhe e serbëve në Kosovë, ka deklaruar se aksioni për mbylljen e institucioneve serbe është shkelje e drejtpërdrejtë e të gjitha marrëveshjeve, përfshirë edhe marrëveshjen e Brukselit.